أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Sot jemi me një virtyt prej virtyteve tjera të moralit islam. Fjala është për zemërgjërsinë dhe tolerancën. Arabisht quhet semaha. Dhe për një ishte pak e rëndë me gjetë një fjalë e cila është e përshtatshme në gjuhën shqipe për arsye se kjo fjalë ka shumë kuptime. Domethënë kjo përfshin edhe bujarinë, edhe butësinë, edhe sjelljen e mirë, bashkëjetesën e këndshme, praktikimin e moralit të lartë, shpërfilljen e gabimeve, dhënien e të drejtave dhe shmangjen e ngurtësisë në kërkimin e të drejtave. Mirë, po kur të lexojsh këtë temë, domethënë çka thot Allahu, çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zemërgjërsia, ajo që arabisht quhet semaha dhe që është gjysma e fesë, është me qenë i lehtë në raporte. Kush ka punë me ty, domethënë nëse e ki këtë cilësi, lehtë kalon. Mos me qenë i rënë, ai ke pa me dikan për shembull se i bën dy muhabete. Me dikan sun bën tregti, me dikan sun nisësh kërkon me shkunuth. Ajo është njëri rënë, i vështirë. Domethënë i cili domethënë vazhdimisht polemizon, i cili vazhdimisht e kundërta, domethënë është virtyti moralit islam me kon domethënë i lehtë në raporte. Njerë me të cilin mundesh me bë muhabet, njerë me të cilin domethënë njerë me të cilin mundesh me bë tregti, njerë me të cilin mundesh me kajt një hall. Do kjo quhet semaha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë imani është sabër dhe zemërgjërsi. El imanu sabrun wa semaha. Imanin, kur ta këshirish krejt imanin, më thonë, kthehet në çto dy pika. Krejt dini, krejt besimi, krejt veprat, më thonë, ja ka me kon sabër, ja ka me kon zemërgjërsi. Çfarë më thonë kjo? Në raport me Allahun, ne duhet me pas sabër. Në raport me Allahun. Sabër për me krijt detyrat, sabër për me rujt për gjunaheve dhe sabër për caktimet e Allahut që na vijnë. Në raport me njerëzit duhet me pas semaha, duhet me kon zemërgjon dhe tolerant. Nëse i mrin që këto dyja, atje e ke mrin domethënë kuptimin e drejtë të fesë islame. Me njerëzit i lehtë, me Allahun sabërli. Edhe kjo domethënë e ke plotsu iman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën dua për njërin i cili është i ktill. Se këshin në raporte, domethënë në raporte ndërnjerëzore. Domethënë kur ki me dikan marrëdhënie tregtare, kur bëhet fjalë për të drejtat, mi a dhon dikujt drejtat, mi lip të drejtat e tua. Ktu zakonisht ndodhin, çka ndodhin? Ndodhin zënka, ndodhin mosmarrveshje, ndodhin përçarje, ndodhin polemika. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte thënë, ka thënë rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha iqtada. Allahu e mëshirof njeriun që është zemërgjër kur shet, është zemërgjër kur blen dhe është zemërgjër kur i kërkon të drejtat e tij. Është zemërgjon. Jo çdo herë në jetën e kësaj bote arrihen të gjitha ato që ti ki qef, mi arrit. Besimtari do njëherë lëshon penj. Do njëherë tregohet zemërgjon, edhe pse ai është në të drejtë. Edhe kur ka folë edhe për gënjeshtrën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë unë ja garantoj një shtëpi në mes të xhenetit njeriu i cili për polemikën, falni, se edhe gënjeshtrën e përmendet në njëjtin hadith. Unë ja garantoj një shtëpi, thot pejgamberi në mes të xhenetit, njeriu i cili le polemikën edhe pse është në të vërtetë. Është në të vërtetë. Se s'munesh ti çdo herë pse je, domethënë në drejt, domethënë me arrit ata. E tash, cilat janë ato shembujt, ose kur duhet mas shumë ti mu tregu kjo zemërgjansia, kjo toleranca, se kundërta e kësaj çka është rigoriziteti, ashpërsia, ngulmimi, me ngul kam për diçka. E para është kur njeri
hek dorë nga e drejta e tij. Kjo bëhet fjalë, në thënë, këto shembuj që do t'i përmendi të nderuar vëllezër, janë shembuj që nuk vlen për shtypsin dhe zullumqarin. Nëse dikush është shtypës, nëse dikush është zullumqar, atëherë këto parime nuk vlen, se me zullumqarin ti duhesh me shku me parimin e ngadhnimit edhe drejtësisë. Nëse dikush është shef që do me shtyp, kjo nuk vlen, kjo rregull për ata. Mirë po, shumica prej muslimanëve për shembull munden me bën ndonjë gabim në raport me ti. Munden me mos me t'i thonë krejt të drejtat që ti i meriton. E para është heqja dorë nga e drejta e jote. Kjo shembull për këtë është një rast që i ka ndodhur Othmanit radiallahu anhu, Hazreti Osmanit. E dini që është halifja i tretë i drejtë, domethënë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mas Ebu Bekrit dhe Omerit radiallahu anhu. Çka boni Othmani? E bleti një tokë për një personit. E bleti një tokë, e banën marrveshjen, edhe në Islam, nëse bëhet një marrveshje tregtare, edhe njerëzit dahen prej atij mezhlisit ku e bëjnë marrveshjen, atëherë, domethënë ma duhet mu çu marrveshja në vend. Është obligim. Nuk mundesh me thonë ti mas 2 ditë, a di çka? Vallahu unë u bona pishman. S'ka pishman. Vjen kadia dhe e realizon ato që jeni marrë vesh. Kështu është, më thonë, rregulli. Kështu është drejtësia. Othmani radiallahu anhu e blen një tokë për një personit, mirën vesh, me dëshmitar, me kret, edhe ndahen. Mirë po, prit se po vjen mi marë, në më thonë, paret prej Othmanit s'po vjene, kalun një ditë, një javë, s'vjen. Edhe Othmani radiallahu anhu e interesu. Kur e merë vesht, a ishte e bo pishman. Edhe njerëzit i këshin foli, si mund është betime për çka çpare me e shit këtë tokë. Dhe në këtë rast, normal që ki pishman lëku nuk vlen, si pas regullave, ligjeve të shariatit, duhet mu çun vend kjo mravesht. Mirë po Othmani radiallahu anhu i qeni selam ati dhe i tha, thot zgjidh, merre tokën tënde ose merri parat e tuja. Njënën bane, cëllën dush. E që kjo është ajo zemërgjërsia që e kërkon për e nesh feja islame. E kërkon, dhe me thonë, kush e ka ketë, ka diçka që është, dhe me thonë, shumë e vlefshme dhe shumë e çmume në fejnë. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që këta njerëz, të cilët janë, se normal për kësi raste njerëzit ka cafitën, njerëzit rrihen, njerëzit ndoshta edhe vriten. Mira më besimtari i vërtet, edhe pse është në hak, hek ndonjëherë, edhe pse është në të drejtë, heq dorë nga e drejta e tij. Nga e drejta e tij. Dhe qire, me bone me izbatu që këto rregullat të fesë islame. A dini se, domethënë, shumë prej problemeve ishin zgjidh. Shumë prej raporteve ishin rregullu. Shumë njerëzit e kishin dashur më shumë njëri tjetrin. E dyta, ku shfaqet domethënë kjo nevoja për zemërgjërsinë dhe tolerancën. Shtyrja e afatit për borxhliun i cili është në një gjendje të vështirë. Shpesh neve na ndodh që mi dhon dikuj borxh ose ne me kom borxhlit e dikush. Edhe normal sipas rregullave të shariatit borxhi jepet me afat të caktuar. Edhe vjen vakti për dikush me ta kthi borxhin tant. Vjen vakti. Ja ki caktuar 1 vjeta, 1 muja, është me rëndësia. Edhe ti e shef se ai është në një gjendje shumë trëndë, se ndodhin gjëra të paparashikume. Edhe çka ban? Nëse ti tregohesh zemërgjan këtë rast, se normal ti ki drejt me e qu tek kadia, me e qu domethënë me e padit ata, nëse ki dokument, apo? Mirë, mo nëse ti tregohesh zemërgjan ndaj këtij personit, çka ndodh? Allahu subhanahu wa taala ka me vepru me ti me mëshirën dhe rahmetin e tij. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith shumë interesant, që shpesh e keni ndëgjuar, thot në popujt që ishin para jush. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një njeri nga ata që ju jetuan para jush, ju afrua meleku për t'ia marrë shpirtin. Edhe ati ju parashtru një pyetje, i than, a ke bën ndonjëherë ndonjë vepër të mirë? A ju përgjigj, tha, nuk di, nuk e di. I than, mendo edhe njëherë, mendo mirë. A ki bën ndonjëherë ti diçka mirë? Nuk e di, tha. Mëse ne ju kujtu, tha, po, tha, përveç s'kam bën, nuk di që kam bën ndonjë vepër të mirë,
përveç që kur kam bërë tregti me njerëzit, ja kam shty afatin atij personi i cili nuk kishte mundësi me ma kthy borxhin dhe ishte në vështirësi. Pasera, po për çeket Allahu ta ka dhënë xhenetin. Se e drejta jote është me marr borxhin në kohën e caktuar. E drejta jote. Si thash, domethënë kjo vlen për ata që me të vërtetë janë në një gjendje të rëndë. Kjo tregon se ti kie ahlak, ki moral, kjo nuk vlen me ata të cilët ikin nga borxhi, ama kanë mundësi me kthy borxhin. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë matlul ghani dhulmun. Zvarritja e borxhit nga ai që ka mundësi, ka parë me ta kthy, kjo është zullum. Kjo nuk vlen kjo rregull. Mirë po, shpeshherë njerëzit ndodhen në një situatë të rëndë. Për një me, kanë pas tjera plane ndodh, dhe kjo nuk do me thonë që me javnu, do me thonë i vnojnë kamate, me ja konfisku pasurine, me ja kërcnu jetën. Ja, nuk është kjo ahlaki muslimanit. Ahlaki muslimanit është që nëse do dhe, do me thonë, nëse do që Allahu subhanahu wa taala e dhaj, mos me të marë, do me thonë përgjithësi për gabimet që i ki bo, me të bo rahmet, me të falë, atëre duhet me ja falë, do me thonë këti person. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maysara. Thot Allahu subhanahu wa taala. Nëse njeri është, për çat kjo është, çka është, çka ka hukmin, nëse njeri është në një vështirësi dhe ka borxh, mirë pa shumë zor. Thot Allahu, nëse dikush është në një gjendje të rëndë, atëherë prit në atë derisa ti vinë në një gjendje më e lehtë. Do të thonë të ketë mundësi me kthy borxh. Treta, ku shfaqet zemërgjithësia dhe toleranca. Borxhin me e kthy me diçka më të mirë se sa që e ke marrë. Kjo është sunet. I ki marrë dikujt një borxh. Vjen koha për m'ia kthy, ja kthem borxhin dhe i jep plus diçka. Nëse kjo kushtëzohet nga ana e borxhdhënësit, atëherë kamat është. Me thonë dikush unë t'jap 1.000 euro për një vjet, mirë po mas një vjeti duhet që me kthy 1.100 euro. Kjo 100 euro është kamat. Mirë po nëse pa ta kushzuaj që të ka dhënë borxh, nëse ti prej qefit tanë, prej dëshirës tande, prej ahlakit tanë, do dikujt mi dhonë ma tepër se sa që të ka dhonë, kjo lejohet. Kjo lejohet. Kjo ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka pas një deve dikujt borxh. Edhe vjen borxhlia te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me marr borxhin e tij. Edhe i thot pejgamberi, shikoni, jepjani borxhin, kthejani këtij, se devet janë, domethënë çmimi i tyre, nëse është 2 vjeçare, nëse është 5 vjeçare, nëse është dallojnë, edhe kanë këtë emra të veçanta, që ne nuk i domethënë është zorë dhe me i përkthjeta. Për shembull, devet çashtu kategorizohen. Domethënë sipas viteve. Dihet cilla është devja. Edhe shkojnë ato i thonë ja Rasulullah, po s'pas ka deve, ta zam një deve 2 vjeçare, çysh ja ki dhon, çysh ja ki marrë ti këtij. Nuk kemi prej asaj moshe që me ja kthy. Thotë jasam kthejani një më të madhe shumë. Edhe ai personi i habitit i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më dhae më shumë se sa më takonte, Allahu të shpërbleft. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, më të mirët prej jush janë ata që i shlin borxhet në mënyrën më të mirë. Që kjo është zemërgjënësia e muslimanit. Këto për dikan, domethënë, ndoshta mundet me menu dikush për shembull se kjo thot është diçka që se bajnë njerëzit. Nuk e bajnë, po njerëzit e kanë bërë këtë. Edhe këto janë mësimet e fesë tonë. Që kjo është ahlaki morali i muslimanit i vërtet, për cilin ne kemi shumë nevojë. E katërta, zemërgjërsia me ortakun, me cilin bën ndonjë tregti, ndonjë biznes. Zemërgjërsia me ortakun. Nëse se mas shumë ti kush e llogarit njëri tjetrin për njerëzve. Ortakët. Edhe ortakët zakonisht i bëjnë zullum njëri tjetrit. Edhe shumica e ortakëve zakonisht prishen. Edhe në Kur'an, domethënë, është përmend kjo se shumica e ortakëve bëjnë zullum. Pse? Se shumë domethënë llogaritin tjetrin. Që domethënë çdo inci do m'ia llogarit në mënyrë që mos marrë njëri më shumë se tjetri, apo? E kundërta është morali i muslimanit. Me qenë zemërgjan, domethënë edhe mos me shiku, domethënë gjërat në imëcit më të mëdha. Domethënë bëjmë fjalë për ortakë të cilët janë korrekt, të cilët janë të drejtë, të cilët ja ruajnë hakin njëri tjetrit. Nuk bëjmë fjalë për ata të cilët janë zullumqtar, që vjedhin, që mashtrojnë e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e 8 të Hijretit, kur masi çliron Mekën,
vjen një mushrik me pranu islamin të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e shef pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush është? Saib ibn Abdillah. Saib e ka pas emrin. Kush ka qenë Saibi? Saibi ka qenë ortaki i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xahiliet. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë përpara se mu bu pejgamber, çka ka punu me tregti. Edhe ka pas një ortak. Mirë, pa ajo ortaki ka qenë shumë i mirë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e shef o Saib, çato cilësitë e mira që i ki pas, qysh kur i kemi qenë para shumë viteve, kemi qenë në rinin ton, kemi qenë ortak, ti ruish edhe në islam. Ja ka ditë vlerën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja ka rujt, domethënë autoritetit, dhe ka thonë ti ke qenë i drejt, ke qenë i mirë, domethënë kur ke bashkëpunu me mua, si mushrik. Tash edhe më te vazhdo, pse se feja islame, domethënë ato të mira që i kanë pas njerëzit në xahilet. Për shembull në xahiliet njerëzit janë konë trima, e kanë dashur kojshin, nuk i kanë bën zullum, mushrik. Çato vlera i ka rujt feja islame, i ka mohu edhe i ka ndryshu vetëm ato cilësitë të cilat kanë qenë të këqija. 5. Me valehtësu vështirësitë njerëzve dhe mos me i vëndu ata në një situatë të palakmueshme. Që kjo është zemërgjërsi, që kjo është tolerancë. Domethënë, mos me i vënu njerëzit pse kanë ndonjë hak ndaj teje në pozitë të palakmueshme. Kjo ka ndodhur njëjtë me një sahabi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Jasir, njëri ka pas prej sahabëve borxh. Edhe ki shkon për me ali borxhin, se ka ardhur afati për me kthy borxhin. E shifni në shumicën e domethënë shembujve ka të bëjë me raportet ndërnjerëzore. Domethënë me këtë marrëdhëniet e ndryshme ndërnjerëzore, raportet ndërnjerëzore. A është tregtia, a është borxhi, a është ndonjë fjalë, a është ndonjë drejt. Domethënë, nëse ne këto rregulla të fesë tonë i zbatojmë, domethënë këtë vllazërinë islame e ruajmë edhe e forcojmë. Ama nëse ne njëri tjetrit i rrim për shembull si gjykatës të vrasht, domethënë atëherë sigurisht që kjo pastaj çon në prishjen e raporteve vllazërore. Njerëzit e marrin inati njëri tjetrin, njerëzit e shajnë njëri tjetrin, njerëzit flasin për njëri tjetrin, e kritikojnë njëri tjetrin e kështu me radhë. Ebu Jasiri shkonte shoku i tij për me marrë borxhin. Mirë po e vëren se ai mshefët se s'ka pas mundësi me ja kthy borxhin. Edhe ndëgjon për tjerëve se filani, borxhlia e Ebu Jasirit, nuk i del parasive, e ka ndru udhën. Domethënë, ose për shembull kom të shtëpia, s'ka mujt me i dal parasive. Atëherë kur e merr vesh Ebu Jasiri se është kjo, atëherë thot ja shkruan domethënë jo ja çon një selam dhe i thot kështu. Nëse ke mundësi me shly borxhin, shlyje. Nëse jo, atëherë ke halal. Këtë transmeton, domethënë muslimi, është rasti i vërtetë. Që kështu, domethënë, kjo është domethënë një zemër e madhe dhe një domethënë cilësi shumë e mirë e ahlakit të muslimanit. Zemërgjërsia me ato që të ka bën keq. Zemërgjërsia me ato që të ka bën keq. Kjo ndoshta është edhe më e vështira. Mirë, po kjo është përmend në Kur'an. Ju me siguri keni ndëgjuar për rastin e shpifjes që i ka bën Aishës radiallahu anha. Është një tregim shumë i gjatë dhe është një prej tregimeve, domethënë që njeri, domethënë kur ta lexoje, mbushet me emocione. Domethënë Aisha ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një udhtim. Edhe Aisha radiallahu anha shkurtimisht veç po e tregoj se është shumë tregim i gjatë. Edhe Aisha radiallahu anha, domethënë ka qenë atë shtëpizën që vendohet mbi shpinën e devës, këtë mlume. Jo samar, po është një shtëpi e vogël. Ajo arabisht quhet Haudaj portantin. Mirë, po Aisha ka qenë e zaifte dhe ka qenë e re. Edhe kur janë dalë me pushu, dikun ajo del, del sa ato e kanë shkarkuar shtëpizën prej devës kur janë dalë me pushu. Edhe del domethënë me kry ndonjë nevojë që ka pas. Edhe vjen koha për me unis, ato e marrin ato sahabë, 4 veta, e marrin atë portantin e përkthejnë në gjuhën shqipe, më thonë, sa shqip kjo frëngjisht, këtë çfarë është, e marrin edhe e vnojnë atë haudexhin për shpinën e devës dhe shkojnë. Edhe kur Aisha radiallahu anha met midis shkretinës,
Mirë po, karavanet sa herë kanë lënë një kalorës mas, një orë, 2 orë mas, në thonë i cili ka hecë mas karavanit në mënyrë që ta këshire mos ka hub dikush diçka, mos ka met dikush larg karavanit, se në shkretin me thua është rrezik i madh. Edhe kur vjen njëri prej sahabeve e shef të mbuluar me ketë, në më thonë Aishën, radiallahu anha. Thot, kush je ti? Thot, jam Aisha. Kështu ka ndodhur. Edhe ai zbret prej atit të vet, thot hip, edhe e merr e kref atin derisa mrin te karavani. Kur mrin te karavani, ose kur mrin në Medinë, dikush prej munafikëve, dhe që thot një fjalë, "Qira Aisha me ka ardhur vet." Edhe u kri muhabet, edhe del muhabeti se Aisha radiallahu anha ka bon zina, ama prej munafikëve. Po problemi është se kur shpërndahet muhabeti, masanena në këtë muhabet hinë edhe do që janë konë munafik. E shpërndan 1, 2, 3, 7 sigur tash për shembull. A i keni po si shpërndahen në rrenat në për rrjetet sociale. Njoni e thot një rren, edhe shumica masanena mos unë nal ata. S'unë nal. Tash është shumë akullaj. Edhe njoni i cili fol për Aishën ka qenë njoni prej sahabive që akon shumë fukara, po të cilit shumë i kanë ndihmuar Ebu Bekri. Ebu Bekri e ka mbajt me para, e ka mbajt me ushqim. Ai quhet Mistah. Edhe çka ban pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një muj, domethënë ka jetu se shumë rënesh me fol për familjen tënde. Edhe kjo është një prej argumenteve më qarta se Kurani është prej Zotit. Nuk është sikur se thënë këta qafirët se Kurani ne ka shkruajtur pejgamberi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë jashtë, ka ndëgjuar muhabete. Domethënë ka jetu, domethënë në një situatë shumë të vështirë. Derisa Allahu subhanahu wa taala i zbret ajetet e surës Nur. Ajetet e surës Nur dhe tregon se Aisha radiallahu anha domethënë është e pastër. Edhe Aisha ka thonë, e ka tregu, thot ai unë me ata pata dal kur pash karavani kishte shku, e ka tregu. Mirë po, këtë njerëzit kanë net si me dyshim. Edhe kur zbritin ajetet, dhe me thonë, ajo ka qenë, dhe me thonë, një prej gëzimeve më të mëdhaja, në surën Nur, nëse i lexoni, dhe me thonë, shumë një 10-15 ajete janë që flasin për këtë, se Allahu subhanahu wa ta'ala dhe me thonë, e distancon atë shpifje prej Aishës radiallahu, ndërsa shijat sot e kësaj dite, dhe me thonë, ja bëjnë këtë shpifje Aishës, gruas e pejgamberit dhe nënës e besimtarë. Atëherë Ebu Bekri, shash Ebu Bekri kishte ndëgju kush e kush fol. Boni befa, atëherë Ebu Bekri e mur vesh se kjo këtë shpifje është, baba i vet, se baba i vet ka qenë shumë i nervozum. Pejgamberi sa ka qenë i nervozum. Do të thonë, ka qenë një situatë shumë e rëndë, ka qenë një tension i madh që është krijuar në familjen e pejgamberit dhe të sahabët. Aq sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pin xhami një ditë thot, a ka be dikush që qohet edhe më rahaton për filanit edhe filanit që është të fol për familjen teme? Edhe janë qu do sahabe me shpata. Ka e thonë, ja Rasul Allah, kallëzo, se tash kryet ja heke më njerë. Mirë po hin një fitne. Jo, qohën disa sahabe, thonë, ja Rasul Allah, nësa është prej këtive medinelive, ja hekim kokën. Nësa është pitonve, edhe i kallëzina qefin. E pse përmen këtë ndarje, atëre hin një polemik me sahabe. Qysh, pësa është prej neve, pësa është prej juve, pësa, edhe bot, për mësam thotë, lini kretë këtë muhabet. Lini kretë. Edhe mbet që ashtu. Kur kush nuk e merë dënimin. Kur zbresin ajetet Allahu subhanahu wa taala, edhe kur del në shesh pa fajsia e Aishës radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, vallahi tha, që këti mistahit më kur nuk kam i ndihmu. Nuk kam i ndihmu, se edhe ki ka fol. Këshire, tash dul në shesh se, në më thonë kjo rejna dhe shpifje. Allahu e zbriti ajetet kuranore. Mirë pa Allahu sallallahu alaihi wasallam, që e tha Ebu Bekrit. Se ti nuk i e njeri thjesht, ti e Ebu Bekri. Ma i miri umetit mas pejgamberit. E zbriti Allahu subhanahu wa taala, wali ya'fu wali yasfahu ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Le t'ja falin, le t'ja bëjnë halal. A nuk dëshironi që juve Allahu me va fal? Falja mistahit, ka gabu. E që kjo është ajo zemërgjansia që e ka besimtari ndaj dikuj që ka bo gabim. Jo vetëm ndaj njëri që s'ka bo kuni çfarë gabimi ndaj te. Kjo është ajo
grada më e lartë që e bëjnë vetëm ata të cilët, domethënë vetëm ata të cilët kanë arrit një gradë të lartë të imanit. Se këto virtyte për cilat jemi duke fol, dje kemi fol për altruizmin, kemi fol domethënë për cilësitë të cilat kemi fol për modestin, kemi fol, domethënë këto cilësi nuk i bën, nuk mundet mi arrit, nuk mundet mu shtolis me to një njeri cili në zemrën e tij nuk ka zonë vend imani. Ja. Këto janë vetëm për ata të cilët e kanë me gjithë shpirt e kanë fe. Dhe kjo është ajo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur që këto cilësi mi përsos. Ka thonë, mi avnu për shembull një titull, këtë e kam thonë edhe në dersin e parë kur e kemi filluar në Ramazan, me i vnu një titull, cilja është mesazhi që pejgamberi ka desht me vakallzu njerëzimit në jetën e kësaj, më thonë në tokë, krejt njerëzimit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allahu më ka dërgu mu që ti përsosi vërtitet e moralit. Qatë sa ki e moral, qatë ki din edhe iman. Qatë sa ki vërtite, në me thonë të imanit, qatë në me thonë edhe je besimtari mirë. Allahu na mësop të gjithë neve të bahime për tyra. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.